ndodhi votimi, ndodhi numërimi, rezultati doli, rezultati ngushtë, diku tek 17 komuna shkojnë në balotazh, një balotazh mjaft i madh. Tani nuk e di me krahasu me zgjedhje të tjera si ka qenë balotazhi në numër komunash. Pjesëmarrja diku tek 39%, 40%, gjithsesi kam përshtypjen jo dhe aq e kënaqshme, duke krahasuar me zgjedhjet e kaluara lokale. Megjithatë, si i analizoni ju këto zgjedhje, zoti Camaj? Kush është humbës i madh edhe pse zyrtarisht nuk ka humbës, ose fitues i madh edhe pse zyrtarisht nuk ka fitues? Shiqo, e para, ajo çka është parë gjatë zgjedhjeve, dua kështu publikisht i them qytetarit Kosovës faleminderit, për shkak se me të vërtet është një model i mirë për rajonin se si duhet të shkojnë zgjedhjet. Do të thot asnjë incident, asgjë diçka që do duhej të veçohej, thjesht një model i mirë për rajonin por edhe ndoshta edhe më gjerë. Te kjo çështja e balotazheve fitoreve duket sikur të jetë e njëjta, ju them të drejtën, me pak ndryshime. Për shembull, e kemi Pejen, ku është pritur që do të shkojë pa balotazh, por megjithatë kemi balotazhin aty, pastaj e kemi edhe Gjakovën, ku është pritur që si zoti Muhaxheri në Pejë edhe Gjini në Gjakovë të shkojë pa balotazh, por ka mbetur në balotazh. Befasia e zgjedhjeve ka qenë Drenasi, për shkak se ju e dini këtë problematikën që e ka pasur Ladrovsi me kandidatin Hajdari, jo me kandidatin, por me partinë, ju them të drejtën, ku zoti Ladrovsi shkoi faktikisht i fitoi zgjedhjet pa balotazh, përkundër një farë betejë të tij me tërë Partinë Demokratike në Drenas, e duhet ta kemi parasysh që Drenasi është një bastion i Partisë Demokratike, por këtu ajo që ka ndodhur është interesante për shkak se zoti Ladrovci kur nuk ka thënë që kam dalur prej Partisë Demokratike, madje thoshte që thjesht do të garoj si Parti Demokratike, për shkak se betejë ka qenë brenda aty. Dhe ajo që nuk kishte befasi për mua, pastaj kanë qenë komunat e Veriut, ku faktikisht lista sërbe dominon, dhe faktikisht në të gjitha anët përpos në Klokot pa balotazh, do thot nga komunat sërbe, por në Klokot ka balotazh, por tjerat në të gjithat ka fituar lista sërbe, diçka që ka qenë e pritur. Në anën tjetër, një garsh jashtëzakonisht e ngushtë është në Mitrovicë të Jugut, ku zoti Tahiri është në garë me zotin Besi, deri më tani në balotazh, por votat e diasporës fare lehtë mund ta nxjerrin zotin Peci fitues, për shkak se e dim se si është e ndërtuar fryma nga ku mund të shkojë më shumë vota e diasporës, dhe aty janë një numër minimal i votave që i dallojnë këta dy. Interesant për mua ka qenë gjithashtu Gjilanit, ju them të drejtën, për shkak se atje për çudi garën e fiton, madje me votat diasporës mund të shkojë edhe pa balotazh, prap i njëjti nga lëvizja vetëvendosje. Dhe çudia është që atje po fiton dikush i cili faktikisht nuk veçohet me ndonjë punë për qytetin apo për komunën e Gjilanit, por kjo për mua ishte goxha e çuditshme. Në anën tjetër kemi pa balotazh edhe Kamenicën, diçka që është e pritshme, por sidoç të jetë, në qoftë se e masim, kush është fituesi dhe kush është humbsi, jo mirë thatë. Askush nuk është fitues, askush nuk është humbs për shkak të numrit të komunave që i kanë pasur dhe që i kanë dhe ku i kanë shansat partitë që prap të fitojnë. Prishtinën harrova ta përmend, që është e rëndësishme dhe ato është një garë shumë e ngushtë në mes të lidhjes demokratike dhe lëvizjes vetëvendosje, por
këtu shifet qartë asgjë që Partia Demokratike, edhe pse është e treta, mund të jetë kingmaker, në kuptimin e asaj, cilën do ta bëj që ta udhëheq komunën. Por edhe këtu e kam një rezervë për shkak se kam frikë që Zoti Uran Ismaili nuk do të mund ta orientoj tërë votën e votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës, sidomos kur është fjala për lëvizjen vetëvendosje. Për shkak se votuesi besnik i Partisë Demokratike të Kosovës vështirë voton vetëvendosjes, më lehtë voton lidhjen demokratike të Kosovës. Po të ishte ndryshe, po të ishte lidhja demokratike e Kosovës që do të vendoste, me siguri që do të thoja që lëvizja vetëvendosje shkon, për shkak se votuesi i LDK-s më lehtë voton VV-n. Por në këtë rast për zotin Uran Ismaili do të jetë më e vështirë që ta orientoj votën, por edhe këtu ende është jashtëzakonisht e paqartë se kush mund të jetë kryetari i ardhshëm, përparim Rama apo Vlaçeko. Në fakt, ka dhe një sens pyetja që unë ju bëra për fituesin dhe për humsin, dhe kam në sensin matematik të fjalës, dhe kjo duket kam përshtypjen tek vota për këshillat komunal. Nëse kemi një lëvizje të vetëvendosjes apo të LDK-s në kryeqytet, apo në komunat e mëdha, si vot në total, po them, për secilën parti? Si vot në mënyrë totale mendoj që lidhja demokratike që ka dalur më së miri. Tash në qoftë se e marrim Partinë Demokratike, t'ju them të drejtën, Partia Demokratike si një parti nacionale ka qytete si Deçani ku i ka vetëm 140 vota, që është kështu humbje e jashtëzakonshme kur e llogarisim këtë, apo në Junik vetëm 4 vota. Lidhja Demokratike në përgjithësi ka ngritje të votës, por edhe lëvizja vetëvendosje më duket që pat një lëvizje kështu minimale të votës, por kur ta krahasosh me fushatat që i kanë pasur në përgjithësi sa i përket votës, unë e shoh më shumë lidhjen demokratike që së paku nuk ka lëvizur dhe e ka një plus votë. Çfarë na tregon kjo për politikën qendrore, se gjithmonë projeksionet bëhen me atë synim, pavarësisht të rëndësisë që ka për zgjedhjet komunale në mënyrë të padiskutuar. Ka gabuar diku Albin Kurti gjatë fushatës, apo ishte gjithë pesha e asaj që ka ndodhur këto muajt e fundit në mos konstituimin e kuvendit, barë që ai e mori, apo ka pas arsye të tjera, nuk e di? Qani, në Kosovë, zgjedhjet komunale, forma e votimit në zgjedhjet komunale, jo kështu si fizik, dallon shumë nga forma në zgjedhjet qendrore. Pse po e them këtë? Për shkak se në zgjedhjet komunale qytetari e voton shumë apo e tërheq votën varësisht se kush është figura që garon për kryetar të komunës. Ne kemi për shembull raste si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në zgjedhjet qendrore jo që ka performuar kush e di, mirë po ka komuna të cilat i ka të sigurta, për shkak të kandidatëve për kryetar të komunës. Partia Demokratike mendoj që ka dështuar pikërisht në këtë pikë, ndërsa lidhja demokratike ka pasur një farë, ashtu të them, një konstancë. Te lidhja demokratike mendoj që kur them ka dështuar, te Partia Demokratike, më falni. Kur them që ka dështuar, mendoj pikërisht në komuna si Gjilani, të cilën e ka udhëhequr 2 mandate, por në këtë herë është e treta, sikur edhe herën e fundit. Apo Kamenicën, të cilën e ka udhëhequr 2 mandate dhe tani i ka në përgjithësi komplet vetëm 500 e ca vota. Natyrisht që kjo, kur e marrim si në përgjithësi në të Republikën e Kosovës, tregon për një farë emancipimi të votuesit kosovar. Tregon që votuesi në Kosovë është goxha i emancipuar kur e jep votën, dhe dallimi është që momentalisht apo në zgjedhjet e fundit
T'ju them të drejtën, në qoftë se e marrim për krahasim tash zgjedhjet nacionale, më shumë është votuar Albin Kurti, se sa lëvizja vetëvendosjes, gjithmonë duke pasur parasysh cilat figura i ka pasur brenda lëvizja vetëvendosje. Ndoshta më së miri na e pasqyron këtë rasti i Mitrovicës së Jugut. Zoti Peci ka qenë një ndër personat më të votuar brenda lëvizjes vetëvendosje, i cili ka garuar kundër zotit Tahiri, i cili deri para zgjedhjeve komunale ka qenë një figurë e panjohur për qytetarin edhe në Kosovë, nuk ka qenë fare figurë nacionale. Mirë po arroganca e zotit Peci dhe përgatitja e zotit Tahiri ja ka bërë garën zotit Peci jashtëzakonisht të nxehtë, edhe pse ne kemi menduar të gjithë që ndoshta zoti Peci shkon pa ballotazh, që në fillim. Mirë po, zoti Tahiri ishte ai i cili e kalonte zotin Peci në çdo formë, nga formimi akademik, nga njohuritë për komunën, nga programi, sqarimi i programit, dhe në fund të ditës kishim të bënim me një djalë të ri, i cili e kishte një formim të jashtëzakonshëm. E tash kur e mendoj historinë e qytetit të Mitrovicës si një qytet i kulturës që ka qenë madje ndër të parët në Kosovë, atëherë mendoj që si duket Mitrovica si e ka ditur se kush mund ta përfaqësoj atë më së miri edhe si formë edhe si fizik, por zoti Peci e ka frymën. Do të thotë është ende edhe më tutje ajo fryma e vetëvendosjes. Ju e përmendët pak më parë, dhe kjo është çështja e dytë ku unë duhet kaloj, listën serbe e cila ka fituar në veri, po jo vetëm në veri. Unë u habita kur mësova që lista serbe ka asiguruar fitore pa balotazh në 9 komuna? Po. E pabesueshme. Domethënë kjo që nga partia që pas ka fituar më shumë komuna pa balotazh në gjithë Kosovën, se mendoja, okay, 4 komunat e veriut, dakord, ata janë shumicë atje, është normale dhe e kuptueshme. Ja, unë mund të them lirisht që listën sërbe e ka forcuar qeveria jonë në kuptimin e asaj që do të thotë ne e dim hapat dhe veprimet të cilat i ka marrë zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje me tendencën për ta prekur sentimentin nacional shqiptar, duke sulmuar listën sërbe. Mirë po, aja aty ka prekur edhe në sentimentin nacional sërb, për shkak se ka arritur që listën sërbe në sytë të sërbëve ta bëj si të vetmen parti sërbe e cila mbron me të vërtet interesat sërbe. Dhe natyrisht pastaj që vota ka shkuar ka ata. Kështu që direkt apo indirekt, mendoj që në këtë jashtëzakonisht shumë kanë kontribuar edhe hapat politik të këtyre 2-3 viteve të fundit të zotit Kurti, e më së shumti këto në fond, sidomos kur ishte çështja e përfaqësimit i nënkryetarit të tij të pakicës sërbe në parlament. Do të thotë absolutisht mendoj që në këtë kontekst i është dhënë listës sërbe dhe nga pala shqiptare një përkrahje me apo pa vedi, dhe tani jemi këtu ku jemi, vetëm në Klokot lista sërbe është në ballotazh, ndoshta mund ta humb Klokotin për shkak se atje ka dhe një parti tjetër shqiptare e cila me siguri që në ballotazh do ta përkrah këtë parti tjetër. A rrezikon lista serbe që pas ballotazhit, po themi, me këto 9 që i ka fituar të jetë partia e parë në Kosovë për numrin e komunave, apo ndonjë nga partitë shqiptare mundet që ta tekolë? Ky është thjesht kuriozitet numerik, po dua që të kuptoj realisht se sa serioze është situata edhe me premtimin e zotit Kurti për çrënjosjen e strukturave serbe nga veriu dhe që ja u rikthyen prapë ato në komuna tani. Shiqani, këto zgjedhje është ajo që e kam thënë edhe më herët. Pjesëmarrja e listës sërbe në zgjedhje komunale mund ta ndryshonte realitetin e paraqitur deri më tani në Kosovë.
për shkak se largimi i kryetarëve të komunave të Veriut i ka bërë jashtëzakonisht shumë dëm Kosovës, t'ju them të drejtën. S'paku ndërkombëtarisht, për shkak se për herë të parë në Kosovë ka filluar, apo nga bashkia ndërkombëtare, ka pas filluar që të flitet për shkeljen e të drejtave të serbëve në Kosovë, pastaj Serbia e ka përdorur jashtëzakonisht shumë këtë formë dhe si pasojë është ngritur lista serbe. Natyrisht, nëse e shohim si numra, ajo është një parti e papërfillshme në raport me partitë shqiptare, por janë komunat me shumicë serbe, të cilat domosdoshmërisht, pastaj edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, që t'jemi sinqert, ju takon kryetari atyre, nën kryetari mund të jetë pastaj një pakicë tjetër. Përkatësisht një komuniteti në numër më të vogël që jetojnë në atë komunë. Por, kjo e ka thyer mitin e shtrirjes së sovranitetit. Në ç'kuptim? Për shkak se sovraniteti në veriun e Kosovës ka qenë gjithmonë i shtrirë, por është përdorur nga zoti Kurti kështu për konsum të brendshëm, sikur që e thash, dhe mendoj që mjaft mirë ka luajtur me këtë kartë zoti Kurti dhe shumë i kanë parë si të tillë, por realiteti tani shifet që sovraniteti ka qenë gjithmonë i shtrirë në veri, institucionet e Kosovës kanë qenë gjithmonë atje, thjesht ju është dhënë një drejtë kushtetuese e cila ju takon pakicës serbe atje. Në fakt, duke qenë se ju kam këtu në këtë bisedë, do përfitoj nga rasti të pyes edhe për disa dy çështje, po them, të rëndësisë qendrore në Kosovë, jo lokale. E kanë fjalën pikërisht për atë që ndodhi javën e kaluar, kur çuditërisht kuvendi u konstitua, sepse u zgjodhi edhe nënkryetari nga pakica serbe, Nenad Rashić, pikërisht. Pyetja ime është pse s'u zgjodh më para? Çfarë pengoi të zgjidhej më herët? Kaq e thjeshtë është. Këtë po e pyesim edhe ne. Kështu. Nuk e di se a me të vërtet është përfunduar çështja me zgjedhjen e zotit Rashić, për shkak se lista serbe spaku nuk e di e ka dërguar ende, por spaku është deklaruar që çështjen do ta dërgoj prapë në gjykatën kushtetuese, për shkak se lista serbe është fituese e zgjedhjeve të pakicës serbe. Do të thotë, ata i kanë 9 deputet, ndërsa Nenad Rashić është 1. Dhe sipas tyre, edhe ashtu duhet të jetë edhe sipas njohësve apo ekspertëve të kushtetueses, do t'i takonte listës serbe. Por tani ka qenë një situatë goxha delikate. Pse? Pas rastit të Banjskas, pas atij aktit terrorist, është e pasqartë se çka përfaqëson lista serbe. Do të thotë për një deputet shqiptar ta votoj listën serbe, nuk e di a do ta votonte një parti që përfaqëson pakicën serbe në Kosovë, apo një parti që përfaqëson terroristët serb. Për shkak se nënkryetari i saj dhe disa pjesëtar të listës serbe kanë qenë pjesëtar të sulmeve në veri, dhe ata zgjedhnin, po në anën tjetër ta votosh Rashićin do të thoshte shkelje e kushtetutës. Për këtë arsye kemi vrejt një grup të madh të deputetëve të cilët abstenonin. Për shkak se një situatë delikate, në fund me ndihmën e votave të Lidhjes Demokratike, pastaj u zhbllokua situata, por fare lehtë në qoftë se gjykata kushtetuese kthen diçka që shkon në favor të listës serbe, atëherë mund të kthehemi prapë në pikën 0. Madje duhet ta kemi parasysh edhe një fakt se varet se si shtrohen pyetjet në gjykatën kushtetuese. Po të shtrohet pyetja se a ka të drejtë Albin Kurti, a ka të drejtë Donika Gërvalla, zoti Peci dhe disa ministra të cilët janë edhe deputet të votojnë, unë madje dyshoj që e kanë ata të drejtë, për shkak se për këtë është thënë edhe nga gjykata supreme, dhe mund madje të vët në pikë pyetje a e kemi edhe kryetarin e kuvendit të zgjedhur kështu në mënyrë kushtetuese dhe ligjore. Ndoshta edhe kjo është arsyeja pse zonja
Presidentja ja dha faktikisht të drejtën Zotit Kurti që me njëherë të filloj Të mandatoj. të provoj të formoj qeverin, por në anën tjetër votën e lidhjes demokratike të Kosovës unë e pash më shumë si një hapje rrugës për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për shkak se të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, duhet shpërndahet kuvendi, e për të shpërndar kuvendi duhet të jetë i formuar, i konstituuar. Kështu që tani janë plotësuar më shumë kriteret sipas meje të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fakt ndoshta do të ishte zgjedhja e duhur, sepse gjatë këtyre muajve unë kam përshtypjen që janë të kaluar aq shumë vijat kushtetutës, pra veprimet që kanë ndodhur, nuk po them janë antikushtetuese, po janë përtej kushtetutës dhe vështirësisht të analizueshme, sepse kushtetuta thjesht nuk shkruan gjë për të gjitha këto që kanë ndodhur, saqë edhe komentatorët edhe analistët që shpesh i pyes gjenden në këtë pozitë që vërtet është e vështirë të parashikosh nga pikpamja kushtetuese. Është bërë e tërë kjo çështje nuk është bërë e mërzitshme, është bërë e gërditshme. Unë mendoj që ata që marrin përgjegjësi të tillë si deputet e tjerë, ata janë aty të zgjidhin probleme dhe jo të krijojnë probleme. Dhe mendoj që këto kanë qenë probleme thjesht të krijuara, të ndërtuara. Pse po e them këtë? Për shkak se nuk mund qytetari kur ka votuar, thjesht e ka bërë të qartë, e ka dhënë mesazhin dhe votën që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit, për shkak se asnjë parti nuk ka fituar mbi 50%. E as lëvizja vetëvendosje. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje thjesht nuk ka qenë kurrë e gatshme që të bashkëpunoj dhe të bëj kompromise dhe të ndaj pushtet. Edhe sot dyshoj që lëvizja vetëvendosje është e gatshme të ndajë pushtet. Dhe mendoj që kjo ka ardhur si pasojë e asaj. Thjesht të mosgatishmërisë lëvizjes vetëvendosje për të ndërtuar një koalicion dhe për të ecur përpara. Pse edhe tash nuk e shoh çështje të zgjidhur? Ne kemi problemin me presidentin që nga marsi i vitit të ardhshëm. Dhe në qoftë se nuk ka një kompromis, në qoftë se nuk ka një marrëveshje, thjesht ne prap jemi në zgjedhje dhe mendoj që këtë herë, ndoshta pasi u konstitua kuvendi, thjesht duhet të shkojmë në zgjedhje. Unë t'ju them të drejtën, dikun ka gjysma e dhjetorit në mos janar, mos voni, thjesht pres që të shkojmë në zgjedhje. Qartë, dua t'ju pyes edhe për një çështje të fundit, që më ka bërë përshtypje në fund të ditët e fundit të javës kaluar, lidhet me arrestimin e zotit Fatmir Sheholli me akuza siç thuhet për spionazh. Unë nuk e kam kuptuar këtë, nëse ju mundeni që të ma shpjegoni pak këtë situatë. Është pak e sikletshme rasti i personazheve që janë edhe figura publike, edhe figura mediatike, të cilët befas po them akuzohen, se sa të vërteta janë akuzat unë nuk e di, se nuk e provoj unë, por e provojnë gjykata. Sidomos kur kjo ndodh në prag të zgjedhjeve, sidomos kur zoti Kurti sot dhe gjatë këtyre ditëve ka bërë thirrje për ndërhyrje të organeve ligjzbatuese dhe drejtësisë kundër ndërhyrjeve të Serbisë në disa pjesë të procesit zgjedhor. Po çfarë ndodhi me zotin Sheholli? Si e shpjegoni ju shkurtimisht? Gjani, e para, zoti Sheholli është diçka që e ka deklaruar dhe publikisht ka qenë pjesë e shërbimit sekret serb në vitet e 90-ta, do të thotë në kohën kur Kosova ka qenë faktikisht në fazën më të keqe. Kur ka dalë nga shërbimi sekret serb, ai ka punuar për një televizion serb. Pas luftës, bazuar në ato që i ka thënë ai, ka bashkëpunuar edhe me shërbimin sekret të Kosovës. Tash nuk dua të hyj për shkak se unë nuk e di, ju them të drejtën, e dim botërisht që ai ka pasur ato kontaktet e veta edhe me figura të ndryshme edhe në Serbi, por edhe në Kosovë, por tani ju them të drejtën, unë po pres se çka po thot gjykata. Për mua çudia ka qenë se pse mu në kohë zgjedhjesh, për shkak se po të kishte qenë diçka që e rëndësishme
pse nuk është arrestuar më herët, po e zëm para 6 muajsh, për shkak se ai nuk është i sotshëm. Pikërisht. Ata që morë vesh kjo gjë, domethënë? Po, kjo natyrisht që ka mundë të ndikoj në zgjedhje. Tjetra që është, me gjitha dua të them, ka të ngjarë që zoti Sheholli ka ditur shumë. Ndoshta ka ditur edhe diçka që s'bën të dihet e tjera, po këto janë spekulime. E kuptoj. Për shkak se kështu që ta presim se çfarë po del në fund.